38 persona operator në një call center të palishëm në qendër të Tiranës në rrugën Bardhog Biba po hetohen pasi telefononin qytetar evropian dhe i mashtronin për të investuar në bursa fiktive. Në letra subjekti ishte licencuar për marketing, suport dhe konsulencë, por në të vërtet mashtroheshin qytetarët e huaj në vendet e Evropës. Administratori ishte Kesi Përgjegji, 28 vjeç me banim në Tiranë e me origjinë nga Lezhë, i cili u arrestua. Skema ishte e tillë, operatorëve u vije i parë një listë me emra me persona që do të kontaktonin, punonjësi duhet të mashtronin, pasi mbajtja e vendit të punës vari nga shuma që secili operator përvetësonte nga qytetarët që telefononin. Sipas listave të sekuestruara nga policia, agenti më i mirë kishte arritur të merrte qytetarëve 223.000 euro, si kundër kishte edhe agent që nuk kishin aftësi të mira në mashtrim, pasi njëri ka arritur vetëm 3.000 euro. Menaxherët e call centerit vendosnin objektiva dhe kush i arrinte përfitonte bonuse. Në këtë muaj që sapo ka hyrë, tetorin, menaxherët kishin projektuar objektivin 1.5 milion euro, pra minimalisht kaq para duhet u merrnin qytetarëve evropian, si një investim imagjinar në bursa që nuk ekzistonin. Në ditë mund të kapeshin deri në 770 telefonata. Policia arriti edhe në gjurmët e bashkëpunëtorëve të afërm të administratorit dhe arrestoi njërin prej tyre. Në banesën e Marius Hysës, 38 vjeç, u gjetën shuma të konsiderueshme parash, 41.500 euro dhe 700.000 lekë të rinj, pa dokumentacion të burimit të ardhurave. Në call center u gjetën 51 njësi kompjuterike dhe 14 aparate celular, si dhe 65.210 euro duke e quar në rreth 115.000 euro, shumën totale të parave të sekuestruara. Dy bashkëpunëtorët në pranga, Kesi Përgjegji dhe Marius Hysa, do të hetohen për veprat penale, mashtrim me pasoja të rënda, punësim i palishëm, fshehje të ardhurash, mos pagimi taksave dhe tatimeve, si dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.